shkurt një përmbledhje kryesisht mbi zhvillimin në terren, duke pas parasysh që viti 2025 realisht mund të theksojmë që karakterizohet me një dinamikë të shtuar në kuptim të realizimit të aktiviteteve kërkimore, pra me një intensifikim edhe në kuadër një bashkëpunimi mes institucioneve të angazhuar në këtë proces, po në mënyrë veçantë me partnerë ndërkombëtarë. Pjesa më e madhe lokacioneve të adresuara janë si rezultat i pikërisht këtij bashkëpunimi. Do të theksuar një fakt që në kuadër një marrëveshje bashkëpunimi me Komitetin Ndërkombëtar të Kuqit Kuq, e përtrirën këtë vit e nënshkruar mes kryesuesit të Komisionit zoti Oti dhe shefit të misionit të ICRC-s, janë pranuar dikon, nuk din nëse është termi i dur, por me sa do të më prezantuar rreth 150 GB materiale që vijnë nga ish Tribunali i Hagës, pra Tribunali Penal për krimet në ish Jugosllavi, dhe realisht në shumicën e lokacioneve, duke filluar nga lokacioni i fundit që edhe kemë përmbyll vitin, pra lokacionin e Ravec, po dhe lokacionin e Ajvali dhe lokacionin në Branç, Makoc, varrezat në qytetin e Stogut, varrezat në Brekos Gjakovës dhe lokacionet të tjera të ngjashme, janë lokacione në cilat ne jemi rikthyer në këtë vit, pikërisht si rezultati një analize paraprake në kuptim shqyrtimit të hollësishëm të gjitha informatave. Nëse fillojmë mos e potencoj për Ravecin, e kemi bërë publike edhe para dikon dhe ditë nga pikërisht punimet në terren që kemi pas një komunikim edhe me prezantues të përfaqësues të medjave. Përkundër gërmimeve që janë realizuar në vitet e para të pas luftës, përkatësisht gjatë verës së vitit 1999 nga ekipet gjermane mjekurigjore, mbas shqyrtimit të danave që i potencova, ne kemi konkluduar që në këtë lokacion mund të jenë ende mbetjet mortore se kufomat edhe të 8 viktima të luftës, ose të paktën 5 prej tyre cilët vazhdojnë të jenë ende në listën e personave të zhdukur. Pra gërmimet që kanë kryer ekipet gjermane, pastaj gërmimet që kanë kryer nga ekipet mjekurigjore të UNMIK-ut, pasuara pastaj edhe nga gërmimet edhe nga ekipet e Euleksit, përkundër faktit që ka pas dikon deri në 36 kufoma të zhvarrosura nga këto gërmime paraprake, mbas sa analizës që potencova, ne jemi rikthyer edhe për 8 kufoma që vazhdojnë të jenë në këtë lokacion. Njëjta situatë ka ndodhur në lokacionin në Ajvali, ku ne jemi rikthyer po ashtu për pjekje të kërkimit të mbetjes mortore të 7 deri në 8 persona, ose lokacioni varrezat qytetit të Prishtinës në lagjin e Arbëria, përkundër gërmimeve të vazhdueshme që kanë ndodhur në terren, apo lokacioni në lagjen Brekos të komunës së Gjakovës apo në Tusos të Prizrenit, me që kemë thënë më parë se lokacionet e varrezave të qyteteve të mëdha janë përdorur, kushtimisht po e them këtë fjalë, nga forcat serbe në përpjekjen e tyre të fshehjes gjurmëve të krimit. Dhe në raste të tilla, pra gërmimet në lokacione të tilla specifike, në mungesë të informacionit kredibil ose të besueshëm ose informacionit që duhet vije nga arkivat e institucioneve të serbisë, gjithmonë është sfidues. Prandaj gjithmonë këto lokacione do të jenë pjesë e agjendës. Për shembull, edhe në vitin e ardhshëm, pra në 2026, sigurisht që do të kthehemi në lokacionin e Ravec për vazhdu pastaj edhe dikon me 3-4 lokacione tjera për cilat tani më siguruar adresat, apo edhe me lokacione tjera të cilat jemi në bashkëdhënësi në komunikim me partnerë ndërkombëtar, kuptim të sigurimit të informata të reja. Një pjesë tjetër e lokacioneve që është karakteristike dhe më duhet me theksu, me që jemi edhe në, po e them këtë takimin ose prezantimin përmbyllës, është si rezultati i bashkëpunimit me qytetarët, mbi të gjitha me familjet dhe familjarët e personave të zhdukur, për çka sigurisht që edhe në emrin tim po të kolegëve edhe gjitha institucionet që janë pjesë të këtij procesi, do të shprehim mirënjohjen dhe falënderimin për familjet dhe familjarët e personave të zhdukur, të familjet dhe familjarët të gjitha viktimat të luftës që përkundër kësaj dhimbje, përkundër rrallëngit të pritjes, kanë treguar një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me komision qytetar, me institucionet të angazhuar në këtë proces, në qoftë komunikimin e mbledhjes mostrave referuese biologjike, pra mostrave të gjakut, në adresim edhe të konfirmimeve të raste që po quajmë si konfirmimi të identiteti apo të adresim të këtyre identifikimeve të mundshme, ku vetëm gjatë këtij viti kemi mbledhur mostra referuese biologjike me ndihmën e Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur pra ICMP-s, për më shumë se 90 viktima, përkatësisht për 94 viktima. Dhe ky bashkëpunim, përkundërsi jemi në zgjaritje pas luftës, është jashtëzakonshëm, prandaj kam thënë me plot drejt edhe më do të më ritheksu që familjet dhe familjarët e personave të zhdukur janë njerëz të mafisë në kësaj shoqënie. Pra po e përsëris përkundër dhimbjes kanë treguar një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Prandaj një pjesë e madhe e lokacioneve është pikërisht fal ti bashkëpunimi me familjet dhe në përgjithësi bashkëpunimi me qytetarët. Lokacionin për shembull që kemi filluar vitin si në Dragobert Malishevës apo në Makoc Prishtinës apo në Obranç Podijevës, disa prej cilave që kemi bashkëbiseduar se kanë qenë prezente në media dhe më parë, janë lokacione që kanë ardhur pikërisht nga ky bashkëpunim me qytetarët, pra informata që kanë dalë qytetarët, të cilat pastaj janë trajtuar me shumë prioritet, pas parasysh që kemi thënë gjithmonë sfidë në proces vazhdon mbetet mungesa e informacionit besueshëm, rrjedhimisht çdo informacion që pranohet nga institucionet e publikës së Kosovës, nga Komisioni Qytetar,
do të adresohet me prioritetin e duhur. Sfidë që potencova, edhe vitin 2025, vazhdon nëse ka vërtetë të jetë mungesë e informacioneve të besueshme, që rrjedhimisht në rastin e Republikës Kosovës, po edhe në rastin e Bosnjës Hercegovinës dhe Republikës Kroacisë, ndërlidhet drejt për drejt me mungesën e gatishmërisë palës serbe për që me bashkëpunuesin në këtë proces, kuptimin e ofrimit dhënat nga arkivat e tyre, përkundër marrëveshjeve të takuara që potencoi zoti Hoti, bashkëpunimi në këtë rast të mbetet, po e themi, kufizuar, për të mos thënë nuk ka pas bashkëpunim fare në këtë drejtim ose në këtë aspekt, me gjithë zhvillimet në lokacionin në Kozhde, gjithë jemi dëshmitar se si ka përfunduar si është epilogi i gërmimit këtë lokacion. Ne në Kozhde jemi rikthyer në vitin 2025, po themi jemi rikthyer sepse Kozhda ka qenë pjesë e agjendës së vitin 2024, në cilën ne shpënuam dikun 14 ditë punë për rregullim terrenit ose rrugës. Janë ndërprerë punimet, gërmimet në vitin 2024, jemi rikthyer në vitin 2025, përkundër faktit që është punu, po them me muaj të tërë, prapë në muajin nëntor ka qenë ai, po them, zhvillimi që jo që nuk i kem prit, megjithatë tu pas parasysh zotimet dhe dakordimet, kem shpresuar për një zhvillim ndryshe. Që rrjedhimisht lokacioni Kozhde e bartet për vitin 2026, ashtu siç bartën në lokacione tjera që e potencoi doktor Titori, si lokacionin në Banjë, afër Novi Pazarit, lokacionin Shtavall. Megjithatë kur jemi te lokacioni territorin e Serbisë, për ne prioritare ose me prioritet veçantë mbetet kërkesa për të rikthyer në lokacionin në varrit masiv në Batajnic, pra afër Beogradit, me që sipas gjitha analizave dhe shqyrtimit të thellësishëm pra të gjitha informatave që kemi planuar, kemi konkluduar që këtë lokacion vazhdojnë të jenë mbetjet mortore së kufomat e të paktën edhe 58 viktimave të luftës në Kosovë. Pra përkundër faktit që qysh vitet e para pas luftës gjatë qeverisë Xhinxhiç, pra në 2002 në këtë zonë janë hapur ose janë adresuar dikon 8, po e them, mini lokacione ose 8 lokacione mëna zonës ushtarake në Batajnic, dhe përkundër gërmimeve dhe zhvarrimeve që kanë rezultuar me zhvarrosjen e më shumë se 700 viktimave të luftës. Ne në bazë gjitha analizave që kemi shërtuar dhe informata që kemi shërtuar gjitha informatat e hollësishme, kemi konkluduar bashkë me partnerët ndërkombëtar, tu parasysh edhe pamjes së drejtorit që kemi siguruar përmes partnerëve ndërkombëtar, që këtë zonë, këtë lokacion vazhdojnë të jenë edhe mbetjet mortore së kufomat e 58 viktimave të luftës në Kosovë. Prandaj për ne mbetet prioritare, mbetet e natyrës, po them, imediate, për të rikthyer në lokacionin Batajnic, ashtu siç mbetet prioritare dhe imediate për të rikthyer në lokacionet tjera në territorin e Serbisë, lokacione tani më të shënjura, apo për të vazhduar gërmimin në lokacione që janë trajtuar gjatë këtyre viteve, si në rastin e lokacionit në afërsi të liçenit Peruqas, pra në kufi me Bosnjën, apo dhe lokacionin në afërsi të, po them, rrjedhës lumit Danub, përkatësisht në kufi me Rumaninë, pra të pjesa Gjerdapit, po në lokacionin e Petrovoselo. Janë varre masive të konfirmuar që vitet e parë pas luftës, megjithatë jo pse kem këtë rast dyshime në raport me partnerë ndërkombëtar që kanë qenë pjesë atij procesi, po megjithatë po e theksoj që dhënat që po shqyrtojmë prapë na rikthejnë në këto lokacione. Fatkeqësisht edhe gjatë vitit 2025 nuk është që kem pas ndonjë datë konkrete se kur mund të fillojnë gërmimet të këto lokacione ose kur mund të vazhdojnë gërmimet në lokacione të tjera të shënjuara në territorin e Serbisë. Nuk di nëse shumë ujtë tash me kalu tek pjesa, po them, një prezantimi mbi punën terren gjatë këtyre 26 viteve, por po flasim për diku më shumë se 2700 lokacione. Nuk dojmë asnjëherë me interpretu procesin terma statistikor, por me sa po i bie çdo 4 kilometra katror, me territori i Kosovës ka pas një lokacion që është trajtuar në kuptimin e gërmimit të vlerësues. Prezantuan kolegët edhe zoti Oti dhe doktor Tori, që ose marrën që shembull gjatë vitit 2025, po flasim për diku 101-102 ditë pune. Pa dashur prapë për shkak të dëshmërisë dhe kompleksitetit dhe raportin e familjet me interpretuar në terma statistikor, megjithatë nga tërë viti i bie diku më shumë se 28% e ditëve të punës kanë qenë të angazhuara ose kanë qenë pikërisht punë të angazhim i vazhdueshëm në terren. Ose nëse i përshtojmë fundjavat i bie edhe më shumë diku 38%, pra 1/3 e vitit angazhimit i bie pikërisht në gërmime, vlerësime, zhvarrosje, përpjekje të vazhdueshme të institucioneve, përpjekje të vazhdueshme të komisionit qytetar, që familjet dhe familjarët dhe personat dukur t'ju lehtësohet dhimbja, po në përpjekje të vazhdueshme që të respektohet një drejtë elementare familjes, siç është e drejta për ditë patën dhe vendodhen me të dashur të tyre.
atje. Serë mërë atje. Që që dy javë. Vesh serë atje. Për shkak të teknikës, për duhet pak në qëtë format me punu.